A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë me podcastin Merr Furim çdo javë, çdo ditën e 7 nga një emision, nga një podcast me hoxhallar të ndryshëm. Kohët fundit, elhamdulillah, me hoxhallar të rinj. E një i tillë është edhe sot, ku e kemi hoxhën e nderuar Amar Dauti. Amar, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Allah subhanallah. Si Allah e? shpërblet për shtesën. Elhamdulillah, mirë ka dashur Allah. Si kalon? Allah i mirë për disi, elhamdulillah. Ju si ju shkojnë? Alhamdulillah, Punët. mirë, u kënaqem. Allah ju shpërblet. Ndoshta s'bën me thonë, përpara librat lexojshmi, ishte një podcast, një libër me lexojnë. Faktikisht mësoj kënaqes aty dëgjoj hoxhallar çdo podcast, sigur me lexoj një libër, çdo Kjo vlen personalisht për ty apo mendon edhe për audiencën pastaj kur del? për mu vlen, po edhe për audiencën, se për një podcast mund me dalë edhe disa libra, E Kështu vërtet, që Allah. inshallah, Inshallah të jenë të bereqetshme. amen. Inshallah të mësojmë diçka Allah i pikë. bëf të bereqetshme. E po çka tema bereqetshme, bereqeti, kena me diskutu me ti sonte. Do të thonë bereqeti, shpesh Allah i dash bereqet, Allah i dash bereqet, Fiks. Allah i dash bereqet. Bereqetin e dina si fjalë, kjo është fjalë shqiptare, apo kupton, edhe ndoshta edhe katolik të përmenin, inshallah po, kim fiks. bereqet. Mirë, po çka është bereqeti? Ai do më vesh kena me diskutu për këtë temë sot me hoxhën e nderuar Amar Dauti. Si për fillim unë i kom nënvizu, këto i kom shkryt pikat normal, se dikush po thot pse ai imam i qabës del në hutbe me shkrej me kumës, sallallahu alaihi wasallam. Bereqeti ose si e quajnë dietarët bekimi hyjnor. Po fillojmë thjesht, çfarë është bereqeti? Do të thonë, çfarë është bereqeti? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Është e nevojshme me fillu me emrin e Allahut, Padyshim. duke falendëruar Allahun për gjitha begatitë që Allahu na i ka dhënë sunullah. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. atij që na ka mësuar çdo hajër dhe çdo të mirë në jetën e kësaj dhunjaje. Pastaj e ndjej si obligim moral po edhe fetar që sinqerisht shpreh mirënjohje dhe falënderime për ju, për ftesën që cilën keni bërë. Eluts Allahun subhanahu wa taala që këto emisione, këto këshilla, këto porosi të cilët dalën nga ky podcast, eluts Allahun që të jetë bereqetshme. Amen ya rabbil. Dhe eluts Allahun xhallahu ala që të shërbejnë si një fener ndriçues tek Amen. gjithë ata të cilët i dëgjojnë këto porosi dhe këto këshilla. Amen. Çdo begati që njeriu e gëzon në jetën e kësaj dhunjaje është më se e nevojshme të jetë e bereqetshme. Padyshim. Nga se begatia në mungesë të bereqetit nuk shijohet, nuk ndjehet, nuk ka efikasitet. Për këtë arsye, ajo që e përmenden në fillim, shpesh herë ne i dëgjojmë njerëzit duke bërë dua për njëri tjetrin, për mirësitë të cilët Allahu a ka dhënë, çfarë themi? Allahu ta bëft bereqetshme. E ke blet një vetur. Allahu ta bëft bereqetshme. Dikush martohet, për çfarë lutemi? E lutem Allahun që Allahu të jetë kjo martesë mes dyve juve, e bereqetshme, Allahu ju bekoft dyve. Ti e përmendë se dietarët e kanë theksuar si bekim hynor. Po. Kjo bekim hynor është pak në mënyrë më letrare, po më gramatike. Po elhamdulillah pjesa dërmuese e njerëzve si shtatë ti e njohin tek ne me këtë term bereqet. Po. Ke pa tek Edhe ne maqedont. Da ima është bereqet. Do të thonë e përdorin edhe jo musliman, Po. serb, këtë në Ballkan, E që ka di se- sëndu për ndërjes po, punë. e çfarë është bereqeti? Dietarët islam kur kanë folë për bereqetin, kanë thonë se bereqeti është shtim, rritje ose qëndrueshmëri e të mirës të cilën Allahu ta ka dhënë. Ose më ka pëlqyer një definicion tjetër suno, bereqeti është një ushtri prej ushtrive të Allahut. Ku nëse vendoset tek ajo që është e pakt, Allahu e shumëfishon dhe e bën të shumt. Tamam shumë. Po. Do me thonë, ushtri prej ushtrive të Allahut është diçka një sekret hynor, do me thonë që Allahu xhallahu ala nëse e shoqëron me begatin që Allahu ta ka dhënë, kjo nuk është sikurse begati të tjera të zakonshme. Për shembull, Po. ti ke vetur dhe unë kam vetur.
Po ka mundësi vetura jote të jetë e bereqetshme dhe të përdoret për hajër, të shkosh në për mezhlise të hajrit, t'ju ndihmosh njerëzve, të jesh në shërbim të shoqërisë, të familjes, të komshisë e kështu me radhë. Do të thotë që vetura jote vërtet është e bereqetshme. A kupton? Ndërkaq edhe unë posedoj të jetën begati, por ja që mund të mos jetë e bereqetshme. Rrin garash. Fiks, rrin garash, nuk përdoret dhe ne njohim shumë njerëz të cilët jo se nuk gëzojnë të mirat të kësaj dunjoje. Allahu xhallahu ala krahas të mirës më të madhe që është feja islame, ju ka dhënë edhe shumë begati tjera të ndryshme. Domethënë kanë kushte të mira, kanë sallone të mira, dikush vëlla e përdor sallonin thirr njerëz për mezhlise të hajrit kur përmendet Allahu me shpresën që ndoshta në ato mezhlise dikush të udhëzohet, pra bëhet mezhlis i bereqetshëm, bëhet shtëpi e bereqetshme. E çka salloni shumë pëlqen. Ka dikush domethënë e ka sallonin shumë të mirë, shtëpinë shumë të mirë, sallonin ato fol për sallonin shtëpi. Po. Shtëpinë shumë të mirë, po është e mbyllur, horror. Asnjë zonë nuk dëgjohet. Ose heziton që thjesht Po, me thirr dikon. Me thirr dikon, A ka dikush domethënë sallonin e ka mbush çdo natë. Vërtet me madhe, muhabet, të çeshura, derse, etj, çaj me pi, apo kupton, ka bereqet ai sallon. Shumë mirë e cekë sallon. Për këtë arsye çdo gjë, çdo begati, në sasi mund të jetë e pakët. Por kur Allahu vendos bereqet bëhet e shumt. Për këtë arsye nëse shohim ne në jetën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim se çfarë rëndësie të madhe i ka kushtuar bereqetit. Po të tregoj një rast sona dhe kam dëshirë shumë i kam rastet, të vazhdo. cilët duan të marrën mësime dhe udhëzime nga jeta e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe duan të gëzojnë mirësitë e tyre, le ta ndëgjojnë këtë hadith pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur nëna e Enesit radhiyallahu anha. Nëna e Enesit së bashku me sahabiun Enes ibn Malik, i cili i ka bërë hizmet pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam 10 vite radhazi. Ka qenë djali bereqetshëm, djali begat. Dhe nëna e Enesit i thot pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, luta Allahun për djalin tim Enesin." I kërkon I pejgamberit. kërkon pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam të bëj dua për Enesin. A ka mundësi që çdo prind i cili do ta takonte pejgamberin e Allahut të mos e kërkonte një gjë të tillë për evladin e vet? Andaj Se edhe duaja kjo pejgamberit nuk kthehen mbrapsht. padyshim. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, shiko edhe ne kur takojmë dikë i cili shpresojmë dhe kemi mendim të mirë se ky është i devotshëm, çfarë themi, jo vëlla, mos nharon duat e tua. Luta Allahun për familjen time, luta Allahun për udhëzimin tim e kështu me radhë. Nëna e Enesit i tha pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam përfitojnë nga ky moment. Dhe i tha: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, tha lutë Allahun për djalin tim." Çfarë tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam? Tha: "Allahumma akthir malahu." O Allah, tha, shtoja pasurinë. Nuk ka asgjë të keqe që njeriu ta lutë Allahun xhallahu ala që Allahu t'i jep pasuri dhe t'ia shtoj pasurinë. Të kena parë që ti na lehtëson se në Na gjallë. lehtësojnë gjërat pikrisht, të kemi një lloj mirëqenie që ta adhurojmë Allahun xhallahu ala. Ne nuk kërkojmë që të na shtohet pasuria për me u tregu krenar para të tjerëve. Ose zullumçar. Po muslimani ajo që dallon besimtarin është që e lut Allahun që Allahu t'ia shtoj pasurinë, që këtë pasuri ta vënë shërbim të Allahut, që me këtë pasuri të arrit të adhuroj Allahun subhanahu wa taala sa më mirë. Shkojnë numre më shpesh. Fiks. Prandaj nëna e Enesit i tha pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Tha luta Allah." Pejgamberi Allahut tha: "Allahumma akthir malahu." O Allah, tha, shtoja pasurinë. Dhe shtoja pas ardhësit. Elus Allahun xhallahu ala suna që Allahu ta gëzoj çdo prind i cili pret që të gëzohet me fëmijë. Amin. Çdo njeri i cili është i privuar nga kjo begati, elus Allahun xhallahu ala që Allahu ta gëzoj në një të ardhme sa më shpejt. Amin. Është kënaqësi prej kënaqësive të kësaj dhunjoje. Sigurisht nëse ke vlad vetë e ndjen se çka do të thotë begatia e fëmijës. Kënaqësia më e madhe në këtë jetë. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Allah, shtoja pasurinë dhe shtoja pas arsit." Ajo që është më interesante, nuk u mjaftua vetëm me kaq. Çfarë tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam? Wa barik lahu fima a'taytahu. O Allah, tha, bëja të bereqetshme këtë të cilën ti do t'ja japësh. Pasurinë dhe Pasurinë dhe pasarsit. Nuk mjafton vetëm begatia, nuk mjafton vetëm mirësia, as sasia vetëm nuk mjafton. Nuk mjafton të kesh 10 fëmijë.
Në qoftë se njëri prej tyre nuk është në rrugën e Allahu xhallahu ala dhe të jetë i bereqetshëm për prindërit e tij. Sa njëri ka fëmijë të shumë, megjithatë ka ngel i vetëm në shtëpinë e tij. Sonë ne në shoqërinë tonë shohim njerëz të cilët një pjesë të madhe të familjarëve i kanë gurbet. Nga se rrethana të tilla e kanë detyruar shoqërinë tonë që të marrin valixhet dhe të largohen nga vendet tona. A e di sa prindi vuan në vetmi në shtëpi, i ka ndoshta 10 fëmijë, i ka 5 fëmijë. Unë nuk them që nuk gjikoj që a janë të bereqetshëm apo nuk janë të bereqetshëm. Gjithë secili prej atyre duhet ta mendoj vetë këtë gjë. 10 fëmijë, një të paktën të ishte afër meje. Që ishte me çot drunt shembull. Më shkoj menjat e drunt plaki, s'mundet me çot drunt. Po don. Veç një shembull shumë thjesht. E thash, prandaj për atë që ai të thonë ti, domethënë shumë fëmijë ka këtë gurbet, nëna baba këto. Vallai, pjesa më e madhe e shoqërisë tonë këtu, flas për Maqedoni, po edhe njëjtë edhe Kosova, Shqipëria, janë sprovuar domethënë me këtë lloj situate. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot në këtë dua wa barik lahu fi ma ataytahu. O Allah, pasi ti japësh pasuri, pasi ti japësh evlad, bëja të bereqetshme këtë begati. Jepi bereqet në këto gëzime, jepi bereqet në këto mirësi. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na tregon këtë hadith, vllasunullah, se nuk është e rëndësishmja vetëm ti kërkosh Allahut që të kesh sasi të ke. E rëndësishmja është që Allahu të t'jap bereqet. Andaj edhe këto emisione, këto podcaste që realizohen, vallahi e them me bindjen më të madhe. Nuk është me rëndësi sa podcaste do të realizohen. Allahu Akbar. Sa emisione do të realizohen. E rëndësishme është sa janë të bereqetshme. E vërtet. Vallahi ka mundësi që nga një emision, dikush nga një podcast, dikush është bërë sebeb ky podcast që dikush ta fal namazin. Kjo nuk krahasohet. Këtu është bereqeti. E jo klikimet. Dhe jo klikimet, jo shikueshmëria. Nganjëherë ne motivohemi nga këto, normal nuk duhet përjashtuar si fakt se nuk e largojmë atë, po. Është një shenjë, një rezultati ose suksesi, angazhimi, nga se ti japësh mund. Takohesh çdo javë me xhallar, kamermani i cili i rregullon kamerat i jep një farë mundi. Po mbi gjitha, ajo e cila e vulos është kur Allahu i jep bereqet kësaj pune. Po tash kur isha numre se ndoshta nuk ban me thonë, po e tham si shembull, por e lutë që Allah jepi bereqet podcast në qabe. Bashkë ti, o Allah jepi bereqet podcast. Jetë përfitoj unë, larga sa estakfirullah. Ngritet t'jem sebeb që të ngritet fjala e Allahut. Edhe normal. Kjo është shërbehet dini i Allahut, edhe nga kjo pikpamje. Allah është problem. Do me thonë bereqeti është, a përfundove për këtë? Mendoj se u boj qartë se çka do të thotë, domethënë definicioni i bereqetit. Ti bina pak më shkurt, domethënë. Bereqet është dikush i ka rrogën 5.000 euro, po këtë në stres është. Dikush i ka 500 euro, po e çet muin. Është i kënaqur. Është i kënaqur, është i rahatshëm, nuk shkon doktor sen. Ki ka bereqet, ai s'ka bereqet. Ai ka sasi, mirë po s'ka bereqet. Ki ka kënaqësi, po. E tash lind një pyetje. Po. Kush është ajo që e sjell kënaqësinë? Kush është ajo që e sjell bereqetin? Gjëja e parë është besimi në Allahun subhanahu wa taala. Kur njeriu e ka një raport mirëfillt me Allahun te bareke wa taala, kur njeriu e di se Allahu është Ar-Razzaq, është furnizues, kur njeriu e di se Allahu është shërues, kur njeriu e di se Allahu xhallahu ala i mbikëqyr gjitha çështjet e tij në jetën e kësaj dhunjaje, kur njeriu e di se Allahu është El-Hafidh, ruajtës, kur njeriu e di se Allahu xhallahu ala dëgjon gjithçka, di gjithçka, dhe kur njeriu e realizon qëllimin e tij pse ka ardhur në jetën e kësaj dhunjaje duke e adhuruar Allahun në forma të ndryshme, kjo është ajo e cila e bën që ky i cili ka një rrugë më pak të jetë i kënaqet, nga se e di se kjo është caktimi dhe kaderi i Allahut, ndërkaq tjetri mund të posedoj shumë të mëdha, po në mungesë të imanit, në mungesë të kënaqësisë me kaderin e Allahut, me caktimin e Allahut, e bën që të mos jetojnë në rahatllëk dhe të mos jetojnë qetësi. Hoxh, thuhet hadith në Islam, domethënë bereqeti është në sabah, në mëngjes. Është e vërtet, ky është hadith i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, andaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith na ka bërë me dije se
I është dhënë bekimi, i është dhënë bereqeti ummetit tim kur? Në sabah. Kur e fillon njeriu ditën me gjën më të mirë që mund të fillohet dita e një besimtari, me faljen e namazit sabahut, duke përmendur Allahun subhanahu wa taala, duke marr abdes, duke bërë dhikrin e mëngjesit, pastaj merr rrugën për të shkuar në punë. Dhe arsyeja pse ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam se bereqeti i ummetit tim është mëngjes është për faktin se nuk ka mundësi njeriu gjatë ditës së tij të jetë më energjik dhe më pozitiv dhe më i gatshëm për të kryer punë se sa në kohën e sabahit. Dhe për këtë mendoj gjithë ne jemi dëshmitar. Njeriu sa kryen punë kur çohet në sabah deri në drekë, vallahi nuk mund të kryen prej drekë ndoshta deri në namazin e yatsis. Dhe këtë gjithë ne kemi vërtetuar. Unë po flas për vojën time. Ndodh që videot në audio nur, montazhat, podcastit sen me marr ko prej në drek deri në 12, 3 natës, 4, 5 kur të shish mi përfundu. Pasha Allahu një, pas namazit sabahut, montazhat, videot, ashtu me pa Allah një elan, ashtu një shpeci, një, deri në ora 8 unë e kry këtë projektin. Interesant. Bereqet ko, vërtet, bereqet ko, pas namazit sabahut. Kjo është ajo dëshmia e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ne as nuk duhet dyshojmë në udhëzimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vallahi nëse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar se bereqeti i ummetit tim është mëngjes. Krejt dunjoja le të shohet në kom, le të thotë se kjo koha prej mbasjatësisë deri në 12 natës është më e frikshme. Ne si besimtar duhet dim se te kush duhet të besojmë. Nga se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, siç thot Allahu xhallahu ala, "Wa ma yantiqu anil hawa", ai nuk flet nga hamendja e tij. Por është shpallje që Allahu xhallahu ala, ai i cili e ka krijuar kohën realisht, është Allahu te barek ve taala. Dhe Allahu e di se ku më smirti gjendet bereqeti brenda kohës tonë. Nuk them vetëm për njerëzit cilët angazhohen për punë dunjallëkit. Po e kam fjalën edhe për studentët, për nxënësit e dijes. Pyeti studentët se kur e kanë atë kohën më të frytshme dhe më të bereqetshme për ta pajisur mendjen e tyre me dije. Unë kujtohet kur isha si student në Medinë, pjesa dërmuese e studentëve të cilët ishin të suksesshëm, qoftë në mësimet e tyre, qoftë në studimet e tyre, qoftë në hifzin, memorizimin e Kur'anit, ishin ata të cilët e shfrytëzonin këtë kohën e sabahit, këtë kohën e mëngjesit. Mas sabahit. Falet namazi i sabahut dhe bismillah, besimtari ngritet për të kryer punat të cilat ka për të kryer në atë ditë. Dhe e përjeton ato të cilën ka thonë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Bereqetin e punëve, bereqetin e veprimtarisë së tij në jetën e tij. Alhamdulillah, pra ti motivojmë këtë shikuesit mu të shumë sabah, me falë sabahin edhe me vazhdu me gjallëru. Hoq, edhe të studimet e eceke, shumë njerë studojnë shumë, por nuk ndihen nuk kanë bereqet në dijen e vetë, të bekuar me dijen. Pse ndodh kjo? E para e punës, dija është gjëja më fisnike që njeriu e kërkon në jetën e kësaj dhunjaje. Nga se me dije njeriu e njeh Allahun xhallahu ala. Allahu subhanahu wa taala thot fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije o njeri se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut xhallahu ala. Dhe arsyeja pse njerëzit shpeshherë nuk kanë bereqet në dijen e tyre, për shkak se mund të angazhohen me kërkim të diturive të lloj-llojshme, apo sikur se që shohim studentët të cilët studiojnë nëpër drejtime të ndryshme. Por unë them gjithmonë e përsëris, edhe mendoj që është vazhdimisht e nevojshme të përsëritet tek njerëzit tanë, tek shoqëria jonë, tek studentët tanë. Nëse besimtari nuk e njeh Allahun, nëse nuk preokupohet me dije fetare, nëse nuk e merr burimin e dijes së tij nga libri i Allahut, nga udhëzimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, çdo dije tjetër nuk do të jetë dije e bereqetshme. Çfarë dije bereqetshme sonullah mund të jetë ajo dije e cila e shkëput njeriu nga krijuesi i tij. Edhe e bën mendje madh. Ai mund të jetë bërë doktor i shkencave, mund të jetë bërë magjistër, por nëse kjo është bë arsye që ta shkëpus
nga lidhja me Allahun xhallahu ala, nga njohja e krijuesit të tij, nuk e di se kujt duhet t'i bërën sejdë. Nuk e di se kët duhet ta adhuroj, nuk e di se pse Allahu xhallahu ala e ka krijuar në jetën e kësaj dunjoje. Ku është bereqeti i kësaj gjë? Për këtë arsye që dituria të ketë bereqet, duhet kërkohet për hir të Allahut dhe fillimisht njihet Allahu xhallahu. Kjo është dija më fisnike. Për këtë arsye dietarët islam kanë konsideruar se dituria rreth emrave dhe cilësive të Allahut, kjo është dituria më e lartë. Kjo është dituria më fisnike, sepse çdo gjë tjetër e cila të largon dhe nuk ta mundson ta njohësh Allahun xhallahu ala, nuk mundet me qenë dije bereqetshme. Për këtë arsye unë sugjeroj që studentët tanë krahas studimeve të ndryshme që i bëjnë në jetën e tyre, në qoftë se duan të kenë bereqet në dijen e tyre, duhet ta njohin Allahun xhallahu ala. Duhet të jenë besimtar, për të qenë më të vyeshëm, për të qenë më produktiv në mesin e shoqërisë tonë, për të qenë më të dobishëm, ndoshta edhe në mesin e familjes së tyre. Një njeri i cili nuk e njeh Allahun, nuk e njeh pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk e njeh udhëzimet e tij, si do ta njeh hakun e nanës dhe hakun e babës, si do ta njeh hakun e bashkëshortes, si do ta njeh hakun e fëmijëve. Ai po mund të ketë arrit tituj të ndryshëm shkencor. Megjithatë, dija është e begat në moment kur ajo lidhet me Allahun xhallahu ala. Për këtë arsye, çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an? Me të vërtet dietarët janë njerëzit që më shumë t'ia kanë ndrojën Allahut xhallahu ala. Pse? Për shkak se dija e tyre është e bereqeshme, e reflekton punët e tyre, reflekton veprat e tyre. Një bagazh me informacione nuk mund të jetë i bereqetshëm nëse kjo nuk reflekton frikë ndaj Allahut xhallahu ala. Unë shpesh herë e potencoj, Allah subhanallahu, me që po flasim tek bereqeti i dijes. Sot vëlla sa profesor, doktora në për universitete ndryshme ndodh që të korruptohen për një shumë të vogël të parave. Shumë e vërtetë. Ai është bë doktor, është bë profesor. Pse ndodh kjo? Po nuk ja ka frikën Allahu xhallahu ala. Nuk beson ditën e gjykimit. Nuk beson se ka për dal një ditë para krijuesit vet dhe do të jap llogari për çdo gjë që e bën Sa jetën e kësaj dynjaje. sa njerëz shkollum janë që o zot. Për shembull Miloševići, Netanyahu, që kanë bërë genocide. Ti sa islamofob Ketë me shkolla, ja. sot mesin e shqiptarëve. Akademika janë. Akademika, njerëz të cilët ti e konsideron, domethënë, ti e ke një lloj imazhi për të se ky është profesor, doktor akademik dhe në fund del me një deklaratë që s'ka të bëje as pak me realitetin, duke fy një element të rëndësishëm fetar dhe ti e shef se vërtet gjithë kjo arritje e tij nuk paska asnjë lloj dobie. Pse? Për shkak se tregohet mendje madh karshi Allahut te bareku te ala. Ajet kuranor. Kjo është libri Mesazhe për njerëzit nga Yahya Khondozi. Faqe 23. Allahu thot: Në të vërtet nuk verbohen syt, por verbohen zemrat që janë në krahëror. El Hajj 46. Kur e sheh një astronaut që adhuron lop, një neurokirurg ateist që nuk sheh mbrapa këtij universi, një krijues, një doktor universiteti që e kundërshton Zotin lidhur me çështjen e trashëgimisë, një letrar që e kundërshton sunetin, një mendimtar që e konsideron hijabin prapambeturi, dije se çështja asnjëherë nuk ndërlidhet me mendje, por me zemër. Me zemër fiks. Që Allah i betot. Po. Edhe njërë të përsëris ajetin kuranor, lexoj ti edhe kështu original, se ti e hoxha. Thot Allahu xhallahu ala në ajetin që e përmende, me të vërtet thot nuk verbohen syt. Njeriu mund të ketë sy në ball, por nuk është verbrimi real, verbrimi i syve. Po thot Allahu xhallahu ala, walakin ta'mal qulub, por ata të cilët realisht, por ajo e cila realisht verbohet tek njeriu, janë zemrat e tyre elleti fi sudur, të cilat gjenden brenda gjokseve të tyre. Andaj kjo është që ne gjatë Mund është me kon akademik, ama në zemër nësi e... Mund ka pëlqy, unë jam gjenerat e res, unë dhe nuk e them sinqerisht për shkak të modestisë, po e them për shkak të për të qenë reale dhe për ta kuptuar shoqëria jonë shqiptare se në mesin tonë elhamdulillah kemi hoxhallar shumë të ditur. Alhamdulillah, po. Dhe më kujtohet një thënie nga hoxha Enis Rama, Allahu e ruajt, i dhash të shëndet e ymër. Hoxha Enis thotë kështu: është paradoks që ti jesh edhe shkencëtar edhe ateist.
Edhe është e vërtet. Ande. Gjithë ato argumentet Allahu xhallahu ala i shef në horizonte, në gjithësi sa, do me thonë, ti je shkencëtar, ty të kara hise të shohësh gjëra të cilët popullata nuk i shef. Po, Megjithatë, është tejet paradoksiale që ti jesh edhe shkencëtar edhe ateist. ateist. Dhe andaj ne sot Allah habitemi na si ka mundësi filoni me gjithë të lloj grada të ndryshme ta thot këtë fjalë për Allahun, ta thot këtë fjalë për pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dije jo e bereqetshme. Burimi themelor i çdo dije është libri i Allahut. Andaj Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur librin e tij, çfarë thot Allahu xhallahu ala në Kur'an? Thot Allahu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Këtë libër të cilën ne ta kemi zbrit ty është libër mubarak. Është libër i bereqetshëm. Allahu xhallahu ala kur flet për natën e Kadrit çfarë thot? Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Ne patëm zbrit kë librin në një natë, çfarë nate? E thjesht e ka quajtur Allahu në një natë begat të bereqetshme. Nuk është sikur se ne të tjera. Për këtë arsye ka një vlerë jashtëzakonisht madhe tek ne besimtarët nata e Kadrit. Është natë e begat, është natë e bereqetshme. Andaj edhe derti i pejgamberëve të Allahut, rasti Ismailit. Waj'alni mubarakan aina ma kunt. O Allah, më bëjt bereqetshëm kudo që të jem. Ai ke pa, sunullah, janë disa njerëz Allah subhanahu wa taala i ka bërë të bereqetshëm kudo që janë. Në xhami të bereqetshëm, në shkollë të bereqetshëm, u shef hajrin shoqëria, flas në aspekt pozitiv. Në familje është i begat, është bereqetshëm. Krejt familja syti kanë ka ai. Për çdo lloj problematike drejtohen tek ai. Do me thonë, është me plot kuptimin e fjalës njeri i bereqetshëm. Por çfarë ngërthen vetvete kjo dua, o Allah, më bëj të bereqetshëm kudo që të jem, më bëj thirrës drejt punëve të hajrit. Dhe më bëj nga ata të cilët i ndalojnë të tjerët nga punë tek këqija. A jemi ne të bereqetshëm? Nuk është ideja me bagazh të madh të diturisë, të informacionit. Esenca dhe sekreti është a je i bereqetshëm Allah? A je i bereqetshëm shoqërinë tënde, a je i bereqetshëm familjen tënde? Andaj, për këtë arsye është e rëndësishme të kuptohet rëndësia e kësaj teme. Begatit që i kemi, a janë të bereqetshme. Unë vetë si person, a jam i bereqetshëm. Dija të cilën e posedoj, a është dije e bereqetshme. Andaj lusë Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhallahu ala të mos na privojnë nga bereqeti i mirësive që e kemi, nga bereqeti i dijes tonë që Allahu na furnizon. E lusë Allahu xhallahu ala që Amin. Allahu çdo kujt të jep bereqet në begatit cilat Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë. Tash dalim te bereqetin e familje, hoxha Mar. Gjithsesi si motet bereqeti i fëmijëve. Ndoshta me Çka do me thonë me pas familje të bereqetshme apo? Po. Ajo që duhet të përmendim është një familje bereqetshme ose një shtëpi e bereqetshme do ta quaja, është një shtëpi tek e cila adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi vëlla sunullah që një familje të jetë larg namazit, një familje të jetë larg Allahut, të jetë larg udhëzimit të Allahut te barekuhu teala dhe të jetë familje bereqetshme. Si reflektohet bereqeti i njerëzve të cilët kanë udhëzim dhe i binden Allahut subhanahu wa taala? Si reflektohet? I sheh që janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. E sheh praktikisht te krye familjari bereqetin e tij, atë të cilën ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam se më i miri prej jush kush është? Është ai i cili është më i mirë me familjen e tij. Dhe thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe unë jam më i miri me familjen time. Shife, a është i mirë me familjen e vet? Kur del me shoqëri, ka gatishmëri për dhon darka e dreka, apo? Sa gjejmë ne djelmosha të ri dhe njerëz cilët nuk e bën hesap sa harxhet prej xhepit vet kur del me shoqëri. Ama valla bajki i matën centat kur del me familja. Kush është më meritor në këtë rast? Kush është më meritor për kuletën tënde, për dhuratat e tua? Ne gjejmë njerëz cilët kanë gatishmëri ta gëzojnë shoqërinë me forma të ndryshme të dhuratave, kur ka qenë hera fundit që ja ke bën një dhuratë nënës tënde. Kur ka qenë hera fundit që ja ke bën një dhuratë, çdo i ri duhet ta pyes veten. Kur ka qenë hera fundit që ke bë plane, ke hartu plane në mendjen tënde, si unë të bëhem sebeb që të gëzohet baba im?
si unë të bëhem sebeb që ti qeshe fytyra nanës time me këtë lloj vepre që unë e bëj. Kur bëjmë ne kësi lloj planesh? Dhe këtu del në pas sa jemi të bereqetshëm në familje. Për këtë arsye nuk mund të arrihet ky lloj bereqeti në qoftë se në një shtëpi antarët e asaj shtëpie nuk i binden Allahut subhanahu wa taala. Nuk jetojnë me librin e Allahut. Çfarë thot pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur përmend se libri i Allahut do ndërmjetësoj për njeriu ditën e gjykimit? Në fund të hadithit pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam çfarë thot për surën Al-Baqara? Fa inna akhdhuha baraka. Kushdo që kapet pas kësaj sure dhe e lexon shtëpinë e tij, kjo i sjell bereqet në shtëpi. Sunullah, pash Allahun, më tregon diçka, familjet tona dhe shtëpijat e shumë muslimanëve sot, a më shumë shohin emisione degenerume nëpër televizorat e tyre, apo janë të kaput pas këtij bereqeti, pas surës Al-Baqara. Çka ndjohet sot? Çka shohin sot familjarët tonë? Çka sheh sot shoqëria jonë? Dhe pastaj do të shohësh se rradh të mëdhaja të njerëzve duke prit rent për me bë rrugje të filon rrugjegjia. Kupton? Po ti ton ditën dhe natën e kalon duke pa një emision të fllihtë, njerëz të cilët janë degraduar në moralin e tyre dhe pret të kesësh bereqet rahatlën në shtëpinë tënde. Kur e ke marrë për herë të fundit surën Al-Baqara të lexosh në mesin e familjarëve tu, të hapësh librin e Allahut, ose ta ndëgjosh me vëmendje së bashku me familjar. Andaj, për të pas familje të bereqetshme, duhet që antarët e asaj familje të jenë me imanin aty ku duhet. Ta besojnë Allahun xhallahu ala. Të mos i kundërshtojnë urnat e Allahut subhanahu wa taala. E fillon dasmën me haram dhe pret bereqet. E fillon një gëzim familjar duke i shkel kufit e Allahut dhe pret të jesh familje bereqetshme. Kjo nuk është, as pak nuk është e logjikshme dhe nuk i përket besimtarit të mendoj që mund të ketë një familje të bereqetshme larg urnave të Allahut dhe mësimeve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fëmijë i bereqetshëm, fëmijë i cili dërgohet në mektep. E ka dert prindi dhe e ka gajle, po kur them gajle me plot kuptimin e fjalës, jo thjesht duke e pyet hoxhën një herë në muaj se si e kam djalin ku ka arrit. Gajle vlla. A është në rrugën e duhur djali im, vajza ime? E bëni hatmën. Sunullah, dua të ndaj Lutem, veç vazhdo. një fatkeqësi, ndoshta se dia mund ta quaj diçka të tillë. A beson se nga një pjesë e madhe e nxënësve, ndoshta mbi 10 nxënës, 12 nxënës në familje muslimane, në moshë 2-13 vjet, për herë të parë e kanë thënë shahadetin në mektep kur kanë ardhur. Dhe ne thjesht mund të kamuflojmë, mund të tregohemi se jemi, megjithatë unë them që ne kemi nevojë jashtëzakonisht të madhe që të avancohemi në udhëzimin tonë. Ne kemi nevojë jashtëzakonisht që ta jetësojmë fen tonë. Vallahi nuk kemi pasuri më të madhe se sa feja Allahu xhallahu ala. Dhe nëse duam që fëmijët tanë të jenë të bereqetshëm dhe të jenë kënaqësi e syve tanë, duhet t'i lidhim me librin e Allahut. Duhet t'i lidhim me porositë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Duhet realisht mundohemi për një mend që ata të jenë të udhëzuar në rrugën e Allahut xhallahu ala. Nuk mund të konsiderohet një fëmijë i bereqetshëm i cili fëmijë është larg mektepit dhe larg mësimeve të Allahut dhe mësimeve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hoxha Mar, disa kanë shumë para, por nuk mjafton. Pse? Po edhe kjo ka të bëjë me bereqetin. Padyshim. Se tema jonë është rreth bereqetit, ai i cili ka pak, i ka të bereqetshme, në mënyrën se si i ka fituar, nga se sot jetojmë në një kapitalizëm tejet të mërësisht, të egër dhe të vrasht, ku njerëzit nuk shohin mënyrat dhe format se si arrin tek pasuria. E rëndësishme është që ai të arrijë një pasuri të caktuar, nuk e ka dert sa është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, dhe realisht ai mund të bëjë sasi të mëdha të parave, por megjithatë në zemrën e tij nuk është rahat. Ndjen siklet, ka stres, i krijohet nevoja her pas here që të përdor barna të ndryshëm për të qetësuar mendjen e tij, dhe dikush tjetër me një rrogë mesatare, por që me djers, si themi ne, i lodhur,
i raskapitur në formë halal, duke mos i ik namazi gjatë kohës kur ai punon, e di se ka një hak ndaj Allahu xhallahu ala, e di se ka një hak ndaj familjes, prandaj mundohet që ta ushqej familjen e tij me halal. Dhe kjo është ajo që e bën dallimin. Thjesht halali dhe harami. Dikush i cili nuk e synon rrugën e halalit mund të arrijë shumë më të mëdha, po jo të bereqetshme Allah. Dikush i cili mundohet dhe lodhet dhe raskapitet në mënyrë halal, Allahu xhallahu ala ka për të vendosur bereqet në rrugën e tij. I shef antarët e familjes janë të lumtur, del në shtëpi, hyn në shtëpi, njerëzit e familjes buzëqeshin, ka rahatlëk në shtëpinë e tij. Dhe këtë sunullah nëse ne kthehemi në të kaluarën pak tek gjyshrit tan, tek stërgjyshrit tan, a e di që me një sofër kanë hëngër një numër i madh i familjeve. Jo sikurse është sot është shndruar familja në familje moderne me 2-3 antar të familjes dhe gjitha begatit, mirësit, apo gjitha llojet e nutellës i kanë ndoshta në sofër. Po prap fëmia çohet nga tavolina me fytyrë zvranosur, domethënë i mërzitur, i gajlosur, ashtu edhe prindi, ashtu edhe nëna, edhe ai tjetri, edhe ky tjetri. Pse? Mungesa e bereqetit. Largimi nga rruga Allahu xhallahu ala. Imani i dobët nuk e di qëllimin sepse Allahu xhallahu ala e ka sjellë në jetën e kësaj dhunjaje. Dhe nga ana tjetër, në përfshatra unë vetë kam rastis ta shoh me sytë e mi, teksa në shtëpi gatuhej për antar, numër të madh të familjarëve, vinin hallat e babës, e vinin tezet, e vinin dajallarët, e gjithë këto kishin mundësi të hanë me një sofër dhe të qoheshin të kënaqur me atë begati të Allahu xhallahu ala, ndërkaq sot me krejt mirat, jo që nuk janë të kënaqur, po sot fatkeqësisht hezitojnë që njerëzit t'i thrasin antarët e familjes, ndoshta sigurisht ka qenë dikur të kaluar. Çfarë thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam? Se kjo, domethënë, më kujtoi një hadith të madhështor. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: kushdo që Allahu t'ia shtoj riskun, a ka njëri që nuk dëshiron që Allahu t'ia shtoj riskun? S'ka. Dhe kushdo që Allahu t'i jep jetë gjatësi, t'ia mundsoj që të bëj jetë të gjatë, të mbushur me vepra të mira, që kur dale para Allahu xhallahu ala të ketë punë me të cilët Allahu subhanahu wa taala do ta trajtoj me mëshirën e tij për ta futur në xhenetin e tij. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron që Allahu t'ia shtoj riskun, t'ia shtoj bereqetin. Bukfalisht kështu ka ardhur në hadithin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe t'i jep jetë gjatësi, çfarë të bëj? Le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Pak më konkretisht. Le të mundohet që të vizitojnë njëri tjetrin. Kush është farefisi? Sot kush është farefisi? Gminxha, mingjallarët, dajallarët, tezet. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur flet për tezën thotë është në vendin e nënës. Ndërkaq sot kjo koha moderne në çfarë liste i kanë nxjerr këto që i përmendet, dajallarët, mingjallarët, tezet për shembull. Unë nuk them se nuk është, se ne elhamdulillah edhe në aspekt traditës flas si shqiptar, edhe pse feja është ajo cila inkurajon më shumtin këtë gjë. Duhet ta dimë ne, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot nuk do ta ndjej aromën e xhenetit ai i cili i ka shkëput lidhjet farefisnore. Gjëja e parë me cilën e ngushëlloi Hatixha radhiyallahu anha pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam pasi kishte marr urdhrin Iqra, cilat ishin fjalët e para. Tha mos u shqetëso. Wallahi tha Allahu nuk ka për të humbur ty. Dhe gjëja e parë që ja përmend pse Allahu nuk ka për të humbur, thot sepse ti je njeri që i mban lidhjet farefisnore. Të kthehemi te hadithit një. Kush do me ushtu risku, parja, kushdo që Allahu edhe jeta me ushtu. Po, edhe jeta me ushtu, që realisht njerëzit duan që të jetojnë më gjatë. Po, më gjatë, po, ne të mbajnë lidhjet farefisnore. Me mingjallar, me dajallar, me shku me ardh. Po, dikush për shembull, dikujt mos shkojmë tek dajallarët, tek mingjallarët. Fatkeqësisht ne gjejmë njerëz që kanë shkëput raportet me motra, me vëllezër. Është martuar motra, heziton, pret që të vi festa e Bajramit dhe të shkojë t'ia bëjë një vizitë. Kjo nuk konsiderohet lidhje e mbajtjeve farefisnore. Dhe pret që të kesh bereqet, pret që të kesh risk në familje. Hadith madhështor ta praktikojmë inshallah. Hoxha,
jemi ala duke biseduar për temën shumë të bukur bereqeti. Si mund një i ri të arri këtë bereqet në jetën e tij? Normal, gjithë njerëzit pa përjashtim kanë nevojë që ta ndjejnë këtë begatin, mirësi që i kanë apo. Po një prej këtyre kategorive të njerëzve ose periudhave në jetën e kësaj dunjë është periudha e rinisë, ku më shumë ti ndoshta do të ishte e nevojshme që të ketë bereqet në energjinë që ai e posedon. Apo në dijen që ai e posedon. Se kur është koha kur merret dituria? Më e përshtatshme flas. Se njeriu mund të kërkojë dije edhe në një moshë pak më madhore. Kur është ajo koha kur njeriu lulëzon ose pritet nga ai që të sjellë rezultate të mëdha? Kur është i ri. Prandaj më pëlqeu pyetja se si mund një i ri të jetë i bereqetshëm veprimtarinë e tij, si mund të arrijë ai bereqetin. Gjëja e parë, sikurse po e përsëris edhe një herë, është që ai të ketë një besim në Allahun xhallahu ala. Nuk mund të paramendohet Allah që një i ri të jetë i bereqetshëm nëse nuk din nga kush ta kërkoj bereqetin. Kush është dhuruesi i bereqetit? Allahu xhallahu ala. Allahu është dhuruesi i mirësive dhe dhuruesi i këtyre begative. Më pas ai bekon dhe i bën të bereqetshme. Andaj një i ri që nuk e njeh Allahun, ai nuk di kujt ja kërkoj këtë bereqet. Për këtë arsye, një i ri i cili ka një raport mirëfillt me Allahun xhallahu ala, ky është ai i cili ka marrë sebepin e duhur për të qenë i bereqetshëm. Një i ri i cili udhëzohet me sunetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ky realisht ka marrë një shkak prej shkaqeve të ndryshme, prej sebepeve të ndryshme për të qenë i bereqetshëm në jetën e tij. Prandaj këshilloj çdo të ri që burimi themelor i dijes së tij dhe formimit të tij si person të jetë libri i Allahut dhe të jenë udhëzimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu xhallahu ala që Allahu të ri tan Allahu t'i bëjë bereqetshëm. Amin, amin, amin. Hoc për në fund kisha pas dëshirë me na tregu çka ndikon në humbjen e bereqetit. Kështu zgjerohu mirë, na trego çka ndikon në humbjen e bereqetit. Deri tash pak a shumë ne përmendëm disa pika, disa elemente, domethënë bisede sipër se çka na e sjell bereqetin, ku duhet jemi të fokusuar, besimi në Allahun, libri i Allahut, udhëzimi i pejgamberit Allahut, lidhjet farefisnore, çështja e mëngjesit apo e kështu me radhë. Ashtu sikurse ka rrugë të cilët na shpijejnë neve drejt arritjes së bereqetit, nuk duhet harruar se ka disa gjëra të cilët e hupin. Qëndrojnë kështu si ushtar për ta përzon këtë bereqet nga jeta jonë. Prej gjërave të para që përmendin dietarët islam është at-takabbur ala Allah, mendjemasia ndaj Allahut. Nuk ka mundësi një njeri që është mendjemadh karshi urdhnave të Allahut, është mendjemadh karshi ligjeve të Allahut, karshi librit të Allahut, karshi njerëzve të cilët janë të dashur të Allahut, të jetë i bereqetshëm. Andaj mendjemadhësia ndaj Allahut domosdoshmërisht si pasojë do të sjellë gjunahe ndaj Allahut. Gjunahet janë arsyeja numër 1 që Allahu ta largoj bereqetin nga jeta jonë. A kemi hadith për të? Kemi pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, Allah subhanallahu thot innal abda, thot me të vërtet robi do të privohet nga risku i tij bi dhembin yusibu, për shkak të një gjunahi që ai e bën. Nuk thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam robi do të privohet nga risku i tij, nga bereqeti për shkak të gjunaheve të shumta. Po çfarë thot? Për shkak të një gjunahi. Dhe nëse kët hadith ne e zbresim në rrafshin ton praktik, në jetën familjare, shumë muhabete jo të mira mes njëri tjetrit, vallahi nuk është se ata nuk dinë të flasin. Dikush ka bën ndonjë gjuna. Dietarët parët tanë i njihnin gjunahet e tyre dhe ka prej tyre që thonë se pasojën e mëkatit tim e kam vëret edhe te kafsha ime, nuk e ka pi ujtin atë ditë sikurse e ka pi ditëve tjera.
Mos flasim mo tek antarët e familjes, tek njerëzit e shtëpisë. Tek kafsha thot sa herë për shembull ja kom nxjerr taxhin, kanë det urt e ka hongën në mënyrën siç duhet. E kom ditë thot se në çat moment ku nuk kanë dëgju kjo ka qenë si pasojë ndonjë mëkatit tim. Andaj gjëja që më shumë ti lë gjurmë dhe pasoja në largimin e bereqetit nga jeta jonë janë gjunahet. Dhe këtu Allah subhanallahu duhet përmendi një thënie të Ibn Qayyimit, Allahu e mëshiroft. Në këtë podcast janë përmend shumë herë thëniet e këtij dietari. Edhe kanë mu përmend Edhe inshallah. kanë mu përmend vazhdimisht, nga se vërtet kalon një thesar të jetë madh. Gjeniu Ibn Qayyimi. Allahu e mëshiroft. Amin ya Allah. Thot Ibn Qayyimi kështu se para se të përmendi thënie e Ibn Qayyimit, unë kur thash se gjunahet janë arsyeja kryesore që të largojnë bereqetin nga jeta jonë, shumë prej njerëzve që mund të na dëgjojnë, subhanallah, mund të thotë, okej, elhamdulillah nuk pi alkool apo s'ka pse të më largohet bereqeti. As nuk jam përdorues i lëndëve narkotike, as nuk është se e ha kamatën, as nuk është se i shkojnë ndërmend disa gjuna, as nuk është se kanë vrarë dikë. Disa gjuna që realisht janë gjuna, apo gjuna të mëdha. Mirë, po shikoj çfarë thot Ibn Qayyimi. Thot Ibn Qayyimi rahimahullah, la yakhtalifu al-muslimun, thot gjithë dietarët musliman janë të pajtimit an tarka as-sala, se braktisja e 5 kohëve të namazit min a'zami dhunub është prej gjunaheve më të mëdha. Allahu akbar. Kush? Braktisja e namazit. Sa njerëz gjejmë sot në familjet tona që nuk na i falin 5 kohët e namazit. Sa njerëz që i kemi për zemër kanë cilësi të mira, nuk na i falin namazin. Dhe thot Ibn Qayyimi rahimahullah, thot min a'zami dhunub, prej gjunaheve më të mëdha, wa akbaril kebair. Do të thonë ndër gjunahet më të mëdha, krejt dietarët janë të një mendimi se prej gjunaheve më të mëdha është braktisja e 5 kohëve të namazit. Madje për ta fuqizuar, shikoj çfarë thot Ibn Qayyimi. Thot dhe se kjo është mëkat i madh tek Allahu te bareku ve taala, madje më shumë se sa vrasja, se pirja e alkoolit, se bërja zina kështu me radhë. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Para mendoni se falë namazin e zona si kur gjon, edi. Ama në fakt është ma shumë se me pi raki, vodka, viski, ma shumë se me vran një, la Allah. Madje pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar se ajo që bën dallimin mes muslimanit dhe jo muslimanit, çfarë ka thënë? Namazi. Lënia e namazit. Lënia e namazit. Është, domethënë namazi është ajo që e bën dallimin. Ne mund të kemi emrat njësoj, mund të kemi traditat njësoj, por realisht ti falesh, unë nuk falem. Namazi është ajo argumenti më i fuqishëm dhe dëshmia më e madhe që tregon muslimanllëkin e dikujt. Për këtë arsye dhe braktisja e namazit konsiderohet prej gjunaheve më të mëdha tek Allahu xhallahu ala. Andaj a e kupton tash pse mungon bereqeti shtëpia tona në familjen tonë? Allahu na boft prej namazfalësve neve edhe pasardhësve tanë ya rabbil alamin. Për fund hoç Amar, a ke diçka për të shtu? Tu dua të përmendi vëlla prej gjërave tjera tek pjesa e gjunaheve. Po. Allah se përfundum këtë. Ta përmendi një pikë tjetër. Kan thonë dietarët gënjeshtra dhe mashtrimi. Dallaverxhi. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, el bayyiani bil khiyar. Dy tregtar kanë hapësirën e tyre për të bërë tregti derisa nuk janë ndarë me njëri tjetrin. Janë bashk, e kanë hapësirën dhe mundësinë për të bërë pazarllëk me njëri tjetrin. Thot pejgamberi alayhis salam, nëse këta dy janë sinqert në tregtinë e tyre, Allahu xhalla wala burika lahuma, ju jep bereqet në këtë pazarllëk. Mirë po thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, wa in kadhaba wa katama, e në qoftë se ata i bëjnë dallavere njëri tjetrit dhe i fshehin realitetet për mallin, produktin cilin e shesin, thot atëherë Allahu e heq bereqetin nga tregtia e tyre. Shife sot
si funksionon tregtia tek ne. A mund gjesh dikë i cili vërtet të dalë kështu hakikat, mendoj se të paktën janë. Subhanallahu. A mund gjesh dikë i cili për shembull një vëlla thot, hoxho, tregtia thot me vetura është fitim prurse. E përmendën si shembull. Po, edhe bash atim që i menja. Po. Që ti Amo thot nuk kam be thot shansa të fitoj unë pa mos me rri dëni herë. Mora thot jam qefi një detaj, a kupton ose një. Jam qefi ish detajin të hupet bereqeti. Kallza e ban më farë. Keri është çështu. Çka bën më ashtu njërin? Pastaj betimi i shpesht. A ke patë ne njerëzit, speca shet 20 bie ti bën për të të shit 2 kg speca. A kupton? Valla bilat mira janë. Ai e di vetë se ndoshta nuk janë të mira. A kupton? E tash këto janë disa prej gjërave të cilat në shikim të parë sulullah neve na duken gjëra të lehta, po beses Po dhe më. betohesh shpesh, nuk e fal namazin, dallavergjim pazar, ju bën padrejtësi njerëzve, pret bereqet. Për këtë arsye lut Allahun subhanahu wa taala që Amin. Allahu të na bëjë nga ata të cilët i binden Allahu xhallahu ala dhe largohen nga këto mëkate me qëllim që të mos na largohet bereqetin nga jeta jo. Amin. Amin. Allah të shpëlbej të Xhamar, ishte knatësi si për herë të parë je këtu, por nuk do të jetë era e fundit inshallah. Do të trajtojmë edhe tema ndryshme në ardhmëri. Për fund akivit diçka për shtu. Vetëm të falenderoj për ftesën që më ke vënë, edhe ta lut Allahun xhallahu ala sikurse që e luta në fillim, po e lut Allahun edhe në mbarim që Allahu këto podcaste sunullat të i bëjë të bereqetshme. Amin inshallah. Dhe lut Allahun xhallahu ala që këtë angazhim dhe mundin tuaj ta gjenin peshorën e veprave të mira në ditën kur do të dilni para Allahun xhallahu ala. Bashkë me ti. Allahumma amin. Inshallah. Allah shpëlbej. Shku se në rrumë kishte hoxha i në rrumë Amar Dautin e shifemi javën e ardhshme inshallah. Selam aleikum.